Ne dëgjuam pak më parë deputetin Bajramit, teksa tha që kjo blokadë dhe ky vakum ju konvenon keqbërësve, apo i bie kjo pyetja ime do të ishte që me vetë faktin që opozita nuk po merr pjesë në votim dhe po e mundson, po e shkakton këtë blokadë, a janë ata keqbërësit? Apo e quan vetveten keqbërës, meqense atyre po u konvenon më shumti që të vazhdojë kjo situatë. Pra kemi një situatë absurde, një situatë paradoksale ku në vazhdimsi pra ata që bllokojnë tentojnë të fajsojnë tjerët për blokada, ndërkaq situata siç edhe po shihni vazhdon e tillë. Uroj dhe besoj që së shpejti pra që të kemi një mendim apo aktgjykim edhe nga gjykata kushtetuese në lidhje me çështjen që tashmë është adresuar, që të rikonfirmohet pra që votimi i fshehtë, ashtu siç ishte thënë në vitin 2014, pra që votimi i fshehtë është njëra prej mënyrave që duhet të shfrytëzohet nga deputetët, dhe uroj dhe shpresoj pra që nuk do të ketë diktat dhe shkelje të kushtetutës e të ligjeve, pra nga kryesuesit e partive opozitare, të cilët siç edhe kemi dëgjuar tashmë kanë tendenca autoritare, pra që ti detyrojnë deputetët e tyre të fotografojnë apo ta shfaqin votën në publik, votën e fshehtë, pra që do të ishte shkelje ndaj gjitha parimeve demokratike.